Një tjeta o të dashur njerëz. Unë kam ca detyrime jo përballë rrogës, po përballë asaj që unë mendoj se jam. Dhe duke qenë që kam vëzhgim mbi gjërat që Perëndia më ka vendosur, do flas një verifikim që ka kohë që më ka hasur jo syri, po fryma. Ishin sa hallëxhi, ishin zbathur, presin rrugës, këmë gjak, binte shi, a heqë dhe diell. Dhe u takuan me një person që kishte me vete bëj kpucësh. Person frymëror, kjo shumë frymëror, e din në Bibël ujë përmendsh. Ju qau hallin se ju dhim të këma e këtit të gjakosurit. Filloi shpresa të zgjohet. Të gjakosurit më në fund thanë ja, ku na dorën këpucët. Pasi foli ky frymërori, këmbët nuk u veshen me këpucë, u lyen me bojë. Vazhduan këmbët të ecnin, sepse syri kishte vëzhgim ke këmbët e veta, si të kishte këpucë, kishte ndodhur ndryshim aty. Si ishin më këmbët me gjën lëkurës, por ishin lyer me bojë, duke ishin si këpucë. Mi po kishin prapë dhimbje këmbët, dhe shkonin ke ky, autori i lyrjes, dhe qanin hallin, dhe tragjikja është se nuk qanin hallin duke u kuar këpucë. Ne e luj prapë këmbët me bojën e këpucëve. O marrëzie jashtëzakonshme, o të merr në internet e gjithandej. O ju që nuk jeni fare as drejtues as frymëror, por jeni egoist, krenar dhe karrierist. Keni lindur si puna ime të varfër, unë nuk jam i pasur. Por po kompensoni atë mungesë vëmendje që keni pasur kur nuk ju njifte asnjëri në lagjet tuaja. U kristianizuat përmes shkrimit, edhe mund ta keni njohur Perëndin. Dhe sot po vi pëzoni vetëm duke parë dhe qark vetes disa dele zbathur. Dhe zgjuarësia jote biblike, zgjuarësia juaj biblike, po i habit delet me llafollogjin tuaj. Dhe mbetet duke i tallur delet dhe hallëxhit, jo duke ju dhënë këpucë, por duke ju lyer këmbët me bëj këpucësh. Mjaft se lat nam, sepse në vend që njerëzit pas kaq viteve besim, të thonin çfarë kënge unë krijova për Perëndin, mbeten duke kërkuar lutje, sepse këmbët e tyre nuk u veshën me këpucë, por u lyen me bojë mashtrimi, u lyen me fenë e Perëndisë, se jeni psikolog të papar, për t'i veshur njerëzit me vajgje dhe me vajgje, por ju nuk keni jetë në frymë, ju nuk i quat njerëzit në pendim, ju si quat njerëzit në rrëfim, ju si quat njerëzit ke loti, ju quat njerëzit tek taktikat për t'i bërë për vete, dhe ju shpallët Krishtin si një shërus të qasit dhe përfundimtar. Nuk i quat ke Krishti që shëron, dhe nuk i quat ke Krishti që kohë pas kohe ne duhet të lejmë mëkatet dhe duhet marrim shëntri.